Ndihmësi i presidentit rus Vladimir Putin, Nikolaj Patrushev, pretendoi të martën se NATO po komploton për të pushtuar Kaliningradin, enklavën e Rusisë që është e rrethuar nga anëtarë të Aleancës Ushtarake. Patrushev, i cili më parë ka shërbyer si sekretar i Këshillit të Sigurisë së Rusisë, e bëri komentin e tij në një intervistë për agjencinë e lajmeve të Kremlinit, TASS. Patrushev, një nga aleatët më të ngushtë të Putinit, më herët ka punuar në krah të presidentit rus, kur ai ishte pjesë e KGB-s në Shënt Petersburg. Ai është një avokat i njohur i politikave të linjës së ashpër të Kremlinit dhe ka mbrojtur publikisht vendimin e Putinit për të pushtuar Ukrainën. Shpeshherë është reklamuar edhe si pasardhësi më i mundshëm i Putinit, pasi pikpamjet e Patrushev shihen gjërësisht si të përafërta me ato të presidentit. Kaliningradi është një qytet port rus me rëndësi strategjike në bregdetin jugor të Baltikut, i ndarë nga pjesa tjetër e Rusisë dhe që kufizohet nga anëtarët e NATO-s, Lituania dhe Polonia. Patrushev pretendoi se forcat e NATO-s po përgatiten në mënyrë aktive për pushtimin e rajonit në maskën e stërvitjeve ushtarake rutin në detin Baltik. Qershorin e kaluar, rreth 9000 trupa nga 20 vende të NATO-s morën pjesë në stërvitje në zonë, të cilat përfshinin zbulimin e nënteceve, pastrimin e minave detare, zbarkimet dhe reagimin mjekësor ndaj skenarëve me viktima masive. Këtë javë po ashtu stërvitja detare kërkim shpëtimit të NATO-s, Dajmik Mercy, filloi në detin Baltik. Patrushev më parë ka akuzuar Perëndimin se po përpiqet të izolojë Kaliningradin. Vendet e Perëndimit po përpiqen ta ndërlikojnë tranzitin e ngarkesave dhe pasagjerëve në Kaliningrad, në masën maksimale me qëllim që të izolojnë rajonin e Kaliningradit dhe të ndërpresin lidhjet e transportit me territorin tjetër të Rusisë, tha Patrushev vjeshtën e kaluar.